Greqia dhe Turqia po tentojnë të bisedojnë përsëri në nivelin më të lartë, duke filluar nga e hëna në Ankara të mbledhet Këshilli Suprem i Bashkëpunimit Greqi-Turqi. Nëse gjithçka shkon sipas planit, në tryez do të jenë të pranishëm presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Ekziston edhe mundësia e një takimi të posaçëm mes dy udhëheqësve në një ditë tjetër. Pas një periudhe të vështirë dhe plot konflikte në mesdheun lindor në vitin 2010, u krijua Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit, që sidoqoftë nuk ka arritur ende ndonjë sukses të madh. Megjithatë, Këshilli përpiqet të promovojë një agjendë pozitive mes dy partnerëve të NATO-s, veçanërisht në fushat e ekonomisë dhe turizmit. Por ajo është mbledhur vetëm 5 herë deri më tani. Takimi i fundit u bë në Athinë në dhjetor 2023. Tensioni tani është rritur përsëri. Të njëjtën e kaluar, Turqia përdori sistemin e navigimit detar Navtex për të paralajmëruar për rreziqet e sigurisë dhe aktivitetet ushtarake greke. Paralajmërime të ngjashme ka patur edhe në të kaluarën. Në fund të fundit bëhet fjalë për autoritet në ëngjë. Kush ka të drejtë të deklarohet përgjegjës për çështjet e sigurisë. Athina flet për një përpjekje të palishme të fqinjit të saj për të zgjeruar ujërat e tij territoriale. Një provokim i ri turk e konsideron këtë gazetar e njohur greke Tovima. Nga këndvështrimi turk, kjo është thjesht një çështje rutinë që përputhet me legjislacionin aktual. Por mund të jetë edhe më shumë se kaq, sipas gazetës proqeveritare Tyrkia. Navtex ka shkaktuar panik në Greqi dhe ka ndryshuar status quo në Egje, shkruan ajo. Për kryeministrin grek Mitsotakis, mosmarrveshja për Navtex do të thotë edhe më shumë presion nga e djathta. Turqia po rrëmben gjysmën e Egeut, por qeveria jon nuk shën ndonjë arsye për shqetësim, ankohet Kyriakos Velopoulos, kryetari i Partisë së Djathtë Populiste. Zgjedhja greke, që sipas sondazheve është në vendin e tretë për sa i takon mbështetjes së votuesve.